Egli Tago u rikthye sërish në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Ajo këtë herë bërë të ditur se po kthehet për veten dhe për familjen dhe se do të mbajë distancë kundrejt gjestit, të cilin e ka fajsuar më së shumti. Pas hyrjes, Egli duke e ftoftë Karshi banorin nga Kosova dhe se është munduar që ta shmangë. Derisa një pjesë e banorëve po qëndronin bashkë në obor, ata ju vërsulën të gjithë gjestit. Ai e thumboi duke thënë se ka mësuar të luaj dhe nuk mund të ndodhe kundërta. Një femër mua, kur unë vetë femrën e ka mësuar si të luaj, nuk mundet ajo të më mësoj mua. Natën e mirë, deklaroi ai duke u larguar, dhe në një farë mënyre duke i mbyllur gojën të gjithëve. Ne duhet t'ju kujtojmë se pas disa problemeve shëndetësore, Egli vendosi të largohet nga gara, mirëpo pas disa ditësh, ajo u pa mirë dhe u rikthye në shtëpinë më të famshme. Me rikthimin e saj bie në sy paraqitja, e cila kishte vendosur të jetë në fustan të bardhë, për dallim nga hyrja e parë që ishte me fustan të zi. Andaj, nga kjo, ndjekësit kanë uruar që kjo eksperiencë, pra rifutja e saj për herë të dytë, të jetë më e mirë për të.